بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ti ngjarjet më të bukura përmes shpalljes së këtij Kur'ani, e ti me të vërtet nuk i ke ditur këto më parë. Ne po ju rrëfejmë një tregim nga historia e hershme, nga koha e profetit Sulejman. Transmetohet se profetit Sulejman Zoti i kishte dhënë pronë të madhe, fuqi të paparashikueshme dhe aftësi të pakufishme. Ai kuptonte komunikimin e krijesave tjera dhe me ndihmën e Zotit, ai kishte ata nën urdhrin e tij. Ai e zgjeroi sundimin e tij gjerë edhe gjatë në tokë. Allahu i dha nën sundim gjinët dhe shumë krijesa të tjera. Një ditë prej ditëve, ai kërkoi nga Allahu xhalleshanuhu një mjet transportimi, pasi që atij i duheshte diçka më shpejt se vrapimi i kuajve. Allahu i dha në dorë urdhrin ndaj errës. Ai kishte mundësi t'i tregoj errës vendin ku do të shkojë dhe nga do të kthehet, kurse detyra e saj ishte të zbatonte urdhrin e Sulejmanit. Ju kujtojmë se Sulejmani a.s. jetonte diku në rrethinën e Palestinës së sodit. Ai e zhvilloi këtë vend dhe e shndroi në një senzacion të kohës, me pallate të qielqit që rrithte ujë, me faltore gjigante dhe rrugë të ndriçuara me kandila të zjarrit. Kjo bëri që njerëzit të vinin nga gjithandej për të gjetur një vend pune në këtë rrethinë, edhe të jetonin afër një njeriu shumë të njohur, afër një profeti të Zotit. I tillë ishte rasti edhe me një njeri nga India. Ai kishte jetuar në këto vise me vite të tëra dhe transmetohet se çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje kthente te porta e Sulejmanit dhe i ofronte atij shërbim. Ai trokiste në derë dhe thoshte: "O profeti i Zotit, unë jam, si çdo ditë dhe çdo herë, edhe sot. Po të pyes, ke nevojë për diçka? Mund të shërbej diçka?" Jo, i përgjigjet Sulejmani, faleminderit, Allahu ta shpërbleft mundin. Kështu kaluan vite të tëra. E burri nga India shfrytëzon ditën për punë, por në mëngjes edhe në mbrëmje kthen te Sulejmani a.s. Kur ky burr hyri në moshë, qëndronte edhe më shumë afër Sulejmanit a.s. dhe ndjekte atë në përditshmërinë e tij. Duke qëndruar një ditë në dhomë, i erdhi Sulejmanit një njeri. Ai bisedoi me të dhe gjatë bisedës e ktheu kryen dhe shikoi burrin nga India. Ai e shikoi atë me një fytyrë të mahnitur, sigur të shihte dikë që nuk do e priste në këtë vend dhe në këtë kohë. Por nuk i tha asgjë. Kur u largua meleku, burri nga India i tregoi Sulejmanit a.s. se ky njeri më trishtoi. "Unë kam frikë, më bëri të tutëm." Sulejmani a.s. e pyeti: "A e njohë se kush ishte ai?" "Jo, pasha Zotin." Ai ishte meleku i vdekjes. Zoti i dha mundësi të shndrohet në njeri dhe të flasë me mua për disa çështje. Prandaj erdhi për vizitë te unë. "Po ti, pse tutesh? Ai nuk pati gjë me ty."
as nuk të folisin. Po, ju përgjigj burri, ai nuk më tha asgjë, por shikimi i tij më dridhi për brenda komplet. Burri nga India u largua. Diku pas perëndimit të diellit, po humb skuqja e qiellit dhe nis muzgu. E dera e Sulejmanit a.s. troket. Plaku sërish në derë. Urdhëro, thët Sulejmani a.s. Ç'të solli prap, ke haruar diçka? Jo, profeti i Zotit, nuk kam haruar asgjë, por kam një problem të madh. Me shikimin e melekut të vdekjes, nuk kam fuqi më iku vetja dhe jam tërbuar fare. Kam ardhur të të pyes dhe të lutem për diçka. Urdhëro, i thët Sulejmani, nga se jam plak dhe më ndodhi kjo ngjarje, atëherë e di çka do të më gjej. Unë mendoj se ka ardhur koha e vdekjes sime dhe do të kisha lutur të më dërgosh në Indi. Dua të vdes në vendin tim, pranë njerëzve të mi dhe pranë akrabave të mi. Tha, o profeti i Zotit, ti e din më së miri fuqinë tënde, porosit e erën të më dërgoj në vendin tim. Sulejmani a.s. e urdhroi erën ta nis burrin për në vendin e tij. Ashtu edhe ndodhi. Për ca qaste arrin në vendin e tij e urdhri Sulejmanit kryhet. Të nesërmën, Sulejmani a.s. e sheh melekun e vdekjes dhe e pyet: O meleku i Zotit, ç'të bëri të shikosh atë njeri ashtu? Ajo trishtua fare nga shikimi it, e në veçanti kur i tregova se kush je ti. Atëherë u turbua fare dhe më lipi ta nisi për Indi përmes erës, nga se nuk do t'ja dilte dot. Ai me siguri do të vdiste diku rrugëve. Meleku e pyet Sulejmanin a.s. E ke dërguar mbrëm në Indi përmes erës? Tha, po. Subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Zoti ynë qofti madhruar, dhe s'ka nga dhënjim mbi të, ai është i gjithfuqishëm. Allahu më dha urdhër që po atij njeriu t'ja marr shpirtin në lindjen e diellit në Indi, kurse unë para perëndimit të diellit e pa shtetin në dhomë dhe u habita fare. O Zot, që je një e i pagabushëm, si do të bëhet tash, kurse për një gjysmë të natës ky njeri do të vdes në Indi, e ky gjendet te Sulejmani? Unë shkova në kohën e duhur në vendin e urdhëruar për t'ja marrë shpirtin, e ai njeri ishte aty. Nuk e kisha të qartë si kishte arritur aq shpejt të mbrihej këtu. Tani e kuptova, prandaj po them subhanallah, Allahu qofti i lavdëruar. Edhe Sulejmani a.s. e lavdëroi Zotin, e shenjtëroi atë duke thënë subhanallah. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, vendimi dhe caktimi i Zotit nuk ndryshon. Allahu vendos për gjithçka, të tjerët e respektojnë dhe e zbatojnë atë. Allahu na i bëft caktimin e jetës dhe caktimin e vdekjes son të lehtë. Kësaj duaje thuani të gjithë amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Projekti nga Xhamia Vil. Përktheu, përshtati dhe lexoi Bekim Alimi.